Mbretëria e qiellit dhe e tokës lidhen me qasinë. Na ishte një herë, shumë kohë përpara, në kohë shumë të lashta një mbret. Jetonte i lirë, në pronat e tij dhe zotëronte derisa mund të shihte syri. Të gjitha malet, të gjitha fushat, të gjitha krojet, të gjithë lumenjt, të gjithë përrenjt, të gjithë lëndinat, të gjithë zogjt, të gjithë kafshët e egra, të gjithë pyet, era, bora, shiu, dielli që ngrohte gjithçka, dinin të flisnin gjuhën e tij. Ai kishte 3 fëmijë, 2 djem e 1 vajzë. Djali i madh quhej Trim, i dyti quhej Fisnik, kurse vajza e treta quhej Diella. Të 3 fëmijët rriteshin të lumtur. Nuk dinin kurrë të grindeshin me njëri tjetrin, sepse nuk kishin dëgjuar qoftë një fjalë të keqe nga goja e njëri tjetrit. Aq të lumtur jetonin, saqë gojë pas goje e mësuan të gjithë, derisa vajti fjala në mbretërinë e qiellit. Mbreti i qiellit nuk e besonte të ishte dikush më i lumtur se ai, sepse ai kishte disa veti që nuk mund t'i kishte asnjë mbret tjetër i tokës. Për t'u mbushur mendja dhe për ta vërtetuar këtë, ai dërgoi në tokë njërin nga besnikët e tij. "Të shkosh," i tha atij, "me vrap tek filan mbret në tokë dhe të më thuash nëse është e vërtet ashtu siç thon." Dhe besniku i tij u nis fluturim thipër në tokë, pa ja bërë fjalën dysh mbretit të tij. Pallatin e mbretit e gjeti shumë kollaj sepse çdo që të pyesi e njihte dhe ishin të kënaqur nga ai. Kur shkoi tek pallati, nuk pa t'i dilte para asnjë obortar që ta ndalonte apo ta pyeste se ku po shkonte. I dërguari hyri brenda murit që e rrethonte pallatin e bukur, pa hasur në asnjë pengesë fare. Sa po hyri në portën e madhe me hark, e gjër sa të hynin 6 kalorës krah për krah dhe e lartë sa 2 kalorës bashk. Aty pa përballë tij një lulishte dhe një park të mbushur me lloj-lloj pemësh nga më të bukurat. Mbretin e gjeti duke u argëtuar me fëmijët e tij e duke rendur nëpër lulishte me lloj-lloj lulesh të bukura. Atëherë thoshin se njerëzit jetonin shumë dhe ishin më të mëdhenj fizikisht e më të pasur shpirtërisht. Mbase, kjo kishte të bënte me madhështinë e gjoksit të burrit të asaj kohe. Një gjoks aq i madh, patjetër që nxinte shumë bujari e fisnikëri brenda tij. Mbreti e mbretëresha ishin zhytur në lojën e fëmijëve të tyre, duke thurur kurora lulesh dhe nuk vun re se një krijesë që ata nuk e njihnin, nuk e kishin parë, po afrohej drejt tyre. Atë e vuri re vajza e para, që kur e pa, u tromb sepse nuk e kishte parë herë tjetër këtë krijesë, që ngjante me ta, por që lëkurën e kishte të tejdukshme si cipa e qepës. Flokët i kishte të bardhë si bora e maleve, kurse mjekrën e kishte shumë të gjatë. I porsa ardhuri e përshëndeti dhe i tha që të mos trembej, sepse ai nuk i bënte asgjë të keqe. Vajza u bind, jo sepse i tha i huaj, por sepse ajo nuk ishte mësuar që dikush t'i punonte ndonjë rrengë ta mashtronte. Ajo e pyeti se çfarë kërkonte dhe nëse ajo mund t'i shërbente dhe ta ndihmonte atë. I dërguari i mbretërisë së qiellit, pasi u prezantua, i tha se nuk mund ta fshihte që kishte mbetur i habitur me bukurinë e saj dhe të vendit që e rriste. I kërkoi të takonte mbretin e gjithë kësaj bukurie. Vajza e bukur i tha se mbreti ishte babai i saj dhe se e kishte përpara syve. I sapo ardhuri u përshëndet përsëri me përulje dhe i sqaroi qëllimin e vizitës së tij për herë të parë në këtë mbretëri. "Mirë se ju gjej madhëri," ju drejtua i dërguari. "Keni të drejtë të habiteni, sepse nuk më njihni. Unë ju njoh nga fama që keni." Fama juaj e madhe ra në vesh të mbretit të qiellit. Ai gëzohet se kam mbretër të lumtur edhe në tokë. Për këtë, më dërgoi madhëri ta shikoja me sytë e mi dhe t'i them se është e vërtet. Mund të më thoni që t'ja transmetoj dhe unë mbretit tim të nderuar, cila është arsyeja e lumturisë tuaj, sekreti se si e keni arritur? Mirë se erdhët dhe faleminderit për vizitën.
Kudo që shkoi mbeti I habitur nga bukuritë të ralla. Shëtitin e përpye me pemë të larta që të binte kapelja t'i shikoje. Shkoi e shëtitin e përfusha të mbjella me lloj-lloj dritrash, perime e fruta, shëtitin e përlumen, dete e liqene, mjaft të mëdhenj dhe kudo ndeshin me bukuri mahnitse. Këtë bukuri nuk e kishte parë as në mbretërinë e tij. Pasi brodhi dhe shëtiti ku deshi, u kthye përsëri tek mbreti I tokës që ta përshëndeste, ta falenderonte dhe të kthehej tek mbreti I tij. Kur u kthye në pallat të mbretit, gjithë gëzim, nuk ishte e vështirë të lexojë lumturinë e sytë e tij. Tani më trego se ku shkove dhe çfarë bëre? E pyeti mbreti. O mbreti nderuar, ju përgjigji dërguari I qiellit. Fama jote shkoft më lart se mbretëria jon. Ti qofsh ashtu siç thon, dhe siç të pash me sytë e mi. Jam shumë I lumtur nga pritja dhe nuk di si të ta shpërblej. Kërko 3 dëshira dhe unë do të t'i plotësoj, me aprovimin e mbretit tim, që kur nuk ma ka prishur dëshirën. A do të jesh I pavdekshëm? A do t'i verbosh armiq apo të nxjerrësh shpatën? A do të shërbejnë zanat? Çfarë tjetër mund të duash, unë jam gati të ta plotësoj. Të falemnderit shumë për vlerësimin, ju përgjigj mbreti. Asgjë nga ato që më that nuk dua. Nuk dua të vë mikun tim në pozita të vështira, sepse e çmoj miqsinë dhe bujarin tuaj. Ato që bëra unë për ju, do t'i bëja për këndo tjetër, që zemra ma thot ta kënaq. Për këtë, do të doja që nëse keni mundësi, të më lini një shenjë të mbretit të qiellit. Dua që këtë shenjë ta kenë fëmijët e mi dhe gjithë brezat që do të vinë këtë jetutje. Me këtë, dua që ta njohim njëri tjetrin, që kur lindëm e derisa të vdesim si miq të mbretërisë së qiellit. Po, kjo është më e kollajtja që unë mund të bëj. Unë pres të vijem në provë më të madhe, sepse ndjej detyrim për miqsinë tonë. Po më bëri këtë që të thash? E gjithë mbretëria ime dhe unë do të jemi shumë të kënaqur, ju përgjigj mbreti I tokës me qetësi. Atëherë dëgjo, I thot I dërguari I mbretit të qiellit. Unë do ngjis në gjoksin e fëmijëve të tu, të gjithë fisit tënd dhe gjithë mbretërisë tënde, fytyrën e mbretit të qiellit. Kjo do trashëgohet brez pas brezi dhe do dallohet aq sa secili do njihet se I përket mbretërisë tënde. Sikur edhe gjuhën ta ngatrojnë, sikur edhe kufin të glabërojnë, sikur dhe fëmijët të rrëmbejnë, ata përsëri do njihen nga shenja e përbashkët dhe shumë shpejt do ta mësojnë se I përkasin të njëjtit fis. Me anë të kësaj shenje, asnjëherë mbreti I qiellit nuk do të jetë në luftë me mbretërinë tënde, por do të jetë në krahun tuaj. Bekuar qofshi brez pas brezi. Fisnikëria dhe miqësia juaj do të jetë e pavdekshme. Këto tha I dërguari I mbretërisë së qiellit dhe hapi flatrat e fluturoi lart, shumë lart, saqë u zhduk nga sytë e gjithëve. Nuk kaloi shumë dhe fëmijët e mbretit e ndjenin veten sikur fluturonin. Kishin shumë dëshirë të rendnin në përlëndine, në përpyje, në përmalet e mbretërisë. Befas ndjenin një lloj force që nuk e kuptonin nga ju vinte. Atëherë ishte behar dhe aty pranë pallatit kalonte një lum I rrëmbyeshëm me I kulluar. Trimi, djali I madh, ishte vetëm 15 vjeç, I thot vllait vogël fisnikut, I cili ishte 13 vjeç, por me trup pothuajse e arrinte vllain e madh. Të merrtin motrën 10 vjeçare diellën e të shkonin në lum për t'u larë. Dëshirë kishin të tre, por duhet I merrnin leje babait për këtë. Mbreti nuk ju aprishi, por I porositi të kishin kujdes nga lumi sepse ishte I rrëmbyeshëm. Të tre fëmijët rendën drejt lumit. Kur shkuan atje, filluan t'i flaknin rrobat sa ndektej dhe mezi prisnin të zhyteshin në ujin e kulluar të lumit. Pa pritur, fisniku vuri re në gjoksin e vëllait të tij, një kokë zogu e cila ngjante shumë me shqiponjën e pa arritshme dhe të fuqishme të majave të larta. Fisniku u habit me këtë dhe akoma nuk po hiqte këmishën nga çudia. Pa më thuaj vëlla I dashur, thot fisniku. Si u gjen kjo kokë zogu kaq krenare dhe kaq e bukur në gjoksin tënd? Nuk e di I dashur vëlla. Unë tani po e shikoj për vete, u përgjigji habitur Trimi. Atë moment, fisniku heq këmishën dhe rrëmbimsi për të ndjekur shembullin e të vëllait. Sytë e Trimit ishin përqendruar tek gjoksi I të vëllait.
mos dhe ai kishte ndonjë ndryshim. Çudia ndodhi dhe ata ngelën për një çast të shtangur sepse e njëjta gjë dhe në gjoksin e tij. Atëherë e kuptoi se kush qëng është mbreti i qiellit. Ndryshe, nuk kishte mënyrë tjetër të njihesha dhe të lidhja miqësi me mbretërinë e tij, mendoi mbreti i tokës i gëzuar. Atëherë nisi t'i sqaronte fëmijët se kjo ishte dëshira e tij, që t'ju alinte trashëgim brezave, që dalloheshin si zogjtë të shqiponjes. Ai dha urdhër që të bëhej kontroll në gjithë mbretërinë e tij. Me shpejtësi nisën lajmtarët anë mban mbretërisë. Lajmtarët u nisën dhe shumë shpejt erdhën me të njëjtën përgjigje. Mbreti nderuar, ju përgjigjen lajmtarët në një gojë. Çudia ndodh në gjithë mbretërinë. Kjo tregon se ne i përkasim të njëjtit fis. Jemi një gjak, ndaj duhet të bashkohemi e të bëhemi krah për krah njëri tjetrit. Ashtu siç i mbron shqiponja zogjtë e saj, vazhdoi mbreti. Ashtu edhe ne duhet të mbrojmë njëri tjetrin, sepse në tokë nuk është vetëm mbretëria jonë, dhe mbase dikush nuk kënaqet me pjesën që i takon. Këtë jetutje kjo shenjë do t'jetë flamuri i fisit ton, i kombit ton, u tha mbreti i tokës me sy të përlotur. Të gjithë u bindën dhe e panë se mbreti kishte të drejtë. Lumturia nuk vinte vetëm nga një njeri i fortë apo i pasur. Lumturia ndërtohej kur i gjithë fisi, i gjithë populli bashkohej e ndërtonte jetën e lumtur. Atëherë mbahet mend se është bërë një gosti shumë e madhe. Mbreti dha urdhër të festohej në gjithë mbretërinë e tij. Kush do dëshiroj, tha, mund të vijë të festoj këtu në pallatin tim. Çdo gjë do të jetë e qerasur nga unë. Mbahet mend, ka ardhur gojë me gojë se u bë një banket i madh që nuk ish parë asnjëherë. Muzika nuk pushoi. 7 ditë e 7 net. Kënga e vallja gjërmonte sa tundeshin malet. Atëherë është kërcyer për herë të parë dhe vallja e shqipeve, që ka arritur deri në ditët tona. Të huajt kanë bërë shumë luftë për ta zhdukur e për ta mohuar, por asnjëherë nuk ka mundur. Vitet kalonin dhe fëmijët e mbretit rriteshin e zbukuroheshin. Tani motrimi me fisnikun ishin burrëruar dhe dukeshin më të hishëm kur vishnin armët dhe hipnin në përkuaj. Edhe motra e tyre Diella ishte zbukuruar, kish hedhur shtat të bukur vashëror. Ajo ngjante me një zan të vërtet kur vishej me të bardha dhe vendoste kuror lulesh në kokë. Flokët e saj e kalonin ndriçimin e arit, thoshin të vjetrit. Deri atëherë, ditët e lumtura nuk ishin të numëruar. Kaluan disa kohë dhe në pallatin e mbretit u paraqit një udhëtar. I lodhur e i këputur nga rruga e gjatë, ai ishte një djalë i ri, gati në moshë të djemve të mbretit. Vinte pak më i zeshkët në fytyrë, me flokë të zinj dhe një trup të shkurtër. E fliste gjuhën e kësaj mbretërie, por tha se në mbretërinë e tij flisnin një gjuhë tjetër pak më ndryshe se kjo, e cila sapo vinte e po bëhej më e përdorshme. Ai kërkoi të fliste me mbretin dhe njerëzit e çuan menjëherë. Ai djali, udhëtari, i sapo ardhuri që takoi mbretin, kishte dëgjuar për besën dhe për bujarinë e mbretit, ndaj kishte vendosur t'i kërkonte hapur një nder. Ai e sqaroi mbretin se kishte udhëtuar ditë e natë.
Kish kaluar dete, male, lumenje, prejnë, gjersa arriti këtu. Nga mbretëria e tij ishte larguar sepse dikush i kishte rrëmbyer atë që ai dashuronte më shumë në jetën e tij. Nuk kishte më vend për të në atë mbretëri. Ai tha se nuk kishte parë asnjëherë një mbret kaq njerëzor dhe me një gjykim të lartë. I tregoi se mbreti i tij ishte cigun dhe i pangopur. Ai për çdo ditë jepte urdhra për pushtime të reja. I përzinte të varfrit nga tokat e tyre. Ai mblidhte vetëm arë dhe vajza të bukura. Ai mbante të burgosura vajza si ylli mëngjesit. Mbreti rinte dhe dëgjonte me vëmendje se çfarë do të kërkonte. Kërkoj që të më pranoni të jetoj dhe të shërbej në ushtrinë tuaj, ose do të vras veten, sepse mbrapsht nuk kthehem më. Mendohu një herë për hapin që do të hedhësh. Asnjë nuk është tepër në këtë jetë dhe të gjithë duhet të jetojnë, pavarësisht se jeta ka vështirësitë e saj. Ka ali i mirë provohet në të përpjetme, mbaje mend këtë, dhe miku i mirë provohet në ditë të vështira. Kaq i tha mbreti dhe u largua, për të menduar dhe për ta lënë të mendohej. Ditën e nesërme, e thiri vetë të huaj dhe e pyeti. U mendova i nderuar mbret, dhe jam i vendosur të mbaj fjalën që ju thash dje, ju përgjigji huaj. Atëherë mirë se erdhe. Të uroj fat dhe qofshi i lumtur këtë jetutje. Që nga ajo ditë kaluan disa vite. I huaj u bë si shtëpisë, zuri shoqëri dhe nderohej për zgjuarsi e trimëri. Nuk ngele mbrapa dhe fjalën e dhënë e mbante. Ishte gjithmonë i papërtuar e punëtor. Vitet bënin dhe ndryshimet në shoqërinë e fëmijëve të mbretit. Mjaft udhëtar vinin dhe kërkonin miqësi, herë për njërin, herë për tjetrin djalë. Dikush thoshte se njihte një lule të bukur, e cila do të mbushte me aromë të mirë tërë mbretërinë. Dikush thoshte se njihte një zanë, e cila do lëshonte dritë kur të hynte në pallat. Dikush kërkonte vajzën për një bir mbreti, për një kalorës të Zotin, për një bir divi, i cili vetëm me një lëvizje të vetullave e mposhte kundërshtarin. Një ditë prej ditësh, një ditë e bukur behari, gjingallat zhurmonin e dielli shkëlqente si asnjëherë tjetër. Fëmijët e mbretit kishin shkuar në lumin e madh. Me shoqërinë e disa obërtarve, shkonte me ta dhe i huaj. Vazhdonin t'i thonin i huaj, mbase nga që ishte i pari i huaj që mbahej mend. Të ketë ardhur apo të ketë sjellë ndryshime në mbretërinë e Shqiponjave, siç nisën ta therasin më pas, e që sot e kësaj dite gëzon këtë emër. I huaj na ish gjuetar, një notar e peshkatar i Zotit. A i thoshte se ishte rritur me ujë, sepse mbretëria e tij rrethohej nga tërë 4 anët me ujë. Uji pëlqente shumë dhe diellës. Ndaj, ajo shpesh futej në përguva, në ujore dhe me një shtizë në dorën e saj, vriste ndonjë peshk, të cilët ishin mjaft të shishëm të pjekur, e të shoqëruar me lëng qershie e rrushi që ja kalonte mjaltit. Kështu bëri atë ditë e diella. Ta kishte ënda ta shikoje kur zhytej atë trup të bukur si ndonjë delfin. Ishte e shkatët dhe i çante në drejtim të kundërt dallgët e lumit. Diella ishte vetëm 17 vjeçe. U zhyt në një guvë si zakonisht dhe të gjithë prisnin të shikonin ndonjë peshk të madh. Por për çudi jo vetëm peshku, por edhe vetë diella po vononin të dilnin mbi ujë. Të gjithë u shqetësuan kur pan disa fluska ajri të dilnin në sipërfaqen e ujit. Si stërvitur, që ish për këto raste i huaj nuk priti, por u zhyt në vendin ku i zhytur diella. Doli me të në krah. Ajo kish pirë mjaft ujë. Pas pak, erdhi në vete dhe tregoi që është mplektur keq në disa rëngjishte, ku nuk mund të çlirohej dhe e humbi të ruan. Kush ishte që më ndihmoi? Pyeti kurreshtare. I treguan se u hodh dhe e shpëtoi i huaj. Ajo e falenderoi duke i shtrënguar dorën. Që nga ajo ditë, shoqëria e tyre mori drejtim tjetër. Besa shlyhet me besë. Ndaj ata i shikoje më shpesh të shoqëruar. Ditët kalonin dhe i huaj e ndjente se të gjithë e preferonin dhe e besonin. Mrekullia e lumturisë së një njeriu është atëherë kur zemra e shokut rre si e tij. Vajza e donte pranë të huajin. Ndaj e merrte gjatë gjithë shëtitjeve, mbrëmjeve verore në përpyll. Koha ishte e ngrohtë dhe hëna ishte e plotë. Thonë se hëna e sapo dal, u bë ziliqare për bukurinë e vajzës. Ndaj i çoi një gjarë për mbi një dek peme, në fund të së cilës vajza shkoi të këpus një lule shumë të bukur, e cila kishte mbirë e kundërmonte aromë të freskët. I huaj nuk ja ndante syt. Pa pritur, e pa gjarë pri në dek dhe me një hedhje të shpejtë e rrëmbeu vajzën me dorë të majtë dhe me dorën e djathtë ja mbërtheu kokën gjarprit në dek të pemës.
Vajza u hutua për një çast dhe shtangu me lule në dorë. Por kur pas skenën, atëherë ashtu siç ishte në krahët e tij me gjithë shpirt e puthit të huaj. Të lumtur, të qeshur, të gëzuar, të kapur dorë për dore, shkuan të dy të rinjt në pallat. Aty diella u tregoi prindërve si ndodhi, duke u thënë se akoma atij ndodhi koka e gjarprit. I huaj deklaroi se ishte gati të bënte shumë më shumë se kaq. Ishte gati të sakrifikonte dhe jetën për diellën e bukur dhe të dashur, sepse tani më zemra e tij përkiste asaj. Me argudzimin madhërit të kërkoi dorën e bijës suaj, sepse një fuqi tjetër që unë nuk e di i afroi zemrat tona. Mbreti përsëri e dëgjoi të huajin me durim e përsëri i tha: "Miku im, më i miri është ai që më kërkon dorën e vajzës. Të respektoj dhe unë për çiltërsinë. Nesër do të kthej përgjigje." Këto tha mbreti dhe për gjithë natën i la të rinjt në akthin e pritjes. Lumi që shkonte për shkëmbëve të tyre fjeti, e ata nuk fjetën atë natë. E kush nuk ju jep të drejtë? As si kur të ishin të gjithë të lumtur si ata. Mendohu një natë dhe vepro të nesërme, thot një fjalë e urtë. Këtë e dinte shumë mirë dhe e zbatonte me fanatizëm mbreti, për rastet kur ishin shumë të rëndësishme për jetën. Ditën e nesërme u mblodhë bori mbretëror dhe të rinjt erdhen me gjithë ankth, sepse kishte ikur vesa nga trëndafilet. Kjo sipas të parëve ishte koha më e mirë kur dikush duhet të fillonte diskutimin e diçkaje, ose të merrte vendime serioze. Të dy të rinjt erdhën pothuajse në të njëjtën kohë përpara fronit mbretëror. Kurioze të pafajshëm, atë ditë shkëlqenin jo vetëm fytyrat e tyre, por gjithë pallati. Sytë e të gjithëve u përqendruan tek mbreti. Kapi dorën e mbretëreshës dhe e mori midis duarve të tij. Pastaj me një zë të qartë që ta dëgjonin të gjithë, i tha të bijes këto fjalë: "Bija ime, çdo gjë në jetë e ka një kuptim. E kam për detyrë që mos mbyll syt pa ju dhënë një sqarim, që për ju, fëmijët e mi është mësim, dhe çdo vepër që bëjmë e ka një arsye dhe një kuptim. Emrat që ju kam vënë nuk janë rastësi dhe të pakuptim. Mendohuni dhe do ta zgjidhni. Janë ndjenjat më njerëzore që kam mbretëruar dhe që do të jetojnë sa të jetë bota. Pa to, i gjithë fisi jon do të ishte i pavlerë dhe nuk do të jetonte dhe mbretëronte si deri më sot. Ne si prindër, një ditë e prisnim këtë ndryshim." Ja vlerën, po të shtoja më tepër nga që the. Mbreti dhe porosin të bëheshin gati për dasmën. Ishte dasma e parë që bënte mbreti. Ceremonia e dasmës ishte mjaft e madhe. Thonë se mori pjesë dielli, hëna dhe toka bashk. Thonë se 9 ditë rjesht vinin krushqe dasmor nga të gjitha anët e botës. Thonë se vetëm ditën kur diella do linuse, u pia gjiver sa mund të mbusheshin 3 puse nga 12 pashë të thellë. Për 7 ditë të tjera pas dasmës, nuk pushoi muzika. Vitet kalonin dhe ndryshime erdhën edhe në jetën e djemve të mbretit. Ata u martuan dhe u bën nga një vatër fëmijë secili. Mbreti nuk la asnjërin nga fëmijët me kokë mënjan. Të treve u dha pjesë nga mbretëria. U ndërtoi nga një pallat më vete dhe u tha që secili të shikonte pronat e tij. T'i shtonte e t'i begatonte më shumë. Të mos kishin pakënaqësira me njëri tjetrin e të mos grindeshin kurrë.
shok, mik apo i huaj, cili do qoftë të mos e lejonin të fuste zili ndërmjet tyre, sepse zilia dhe ambicia e keqe sjellin grindjen, sherrin, përçarjen, mërinë e plot të këqija të tjera si këto. Kjo botë ka vend për të gjithë njerëzit me zemër, por kurrë nuk ka vend dhe nuk e nxë xhelozinë e mërinë e sëmurë.